Vendi vijon të jetë në ndikimin e motit keq dhe rreshjeve të shiut. Në qarkun e Elbasanit problem mbetet bllokimi i rrugëve nacionale dhe rurale si pasojë e rënies së gurëve dhe inerteve në rrugë dhe mungesa e energjisë elektrike. Gjatë natës mësohet se ka patur probleme në aksin e Elbasan-Qaftan, në segmentin Librazh-Prenjas, në aksin Gramsh-Moglicë në zonën e Bratilës dhe në aksin e Elbasan-Peqi në fshatin Paulesh, ku gjatë natës pati edhe bllokim të pjesëshëm të qarkullimit për shkak të inerteve dhe rrezimit të një peme në rrugë. Prurjet e lumejve dhe përrenjve janë në kuota mesatare në Zeranik dhe Pajun dhe mbi mesatare në Shkumbin e Devol. Aktualisht nuk paraqitet rrezik për dalje nga shtrati apo përmbytje, ndërkohë në fshatin Kërpic, njësia administrative Kushov, lumi ka pasur prurje të konsiderueshme, duke gryer tokat bujësore pranë zonës. Për momentin banesat nuk rrezikohen, por tokat bujësore mbeten të ekspozuara. Emergjenca civile bëjnë me dije se si pasojë e rreshjeve është dëmtuar në njërin krah ura e Shumrizës. Qarkullimi kryhet me vështirësi ndërsa autoritetet kanë ndaluar qarkullimin e mjeteve të tonazhit të rënd. Sakajsh në Mirak të Librazhdit bëhet me dije se është shembur mbrojtja lumore pranë një resorti, ndërsa në njësinë administrative Hotolish në fshatin Gjyrë është dëmtuar këmba e mesit e një ure tip bajlej, duke ndërprer qarkullimin. Bashkia Librazh ka ngritur 2 grupe pune për të inspektuar nga afër situatat dhe për vlerësuar ndërhyrjet e nevojshme.